Sot do të flasim për tingullin ç, si çadër, si çarape, si çelës. Tingulli ç. Çfarë është tingulli ç? Tingulli ç është një bash tingëllor. Formohet kur maja e gjuhës prek lehtë mbrapa dhëmbëve të sipërm dhe ajri del me një shpërthim të lehtë. Është tingull i qartë, është tingull i shkurtër, formohet në pjesën e përparme të gojës. Pozicioni i gjuhës është tek tingulli ç, maja rri mbrapa te dhëmbët e sipërm. Ajri del me forcë, të lehtë, jo të fortë, dhëmbët afër njëri tjetrit dhe buzët janë të relaksuara. Tingulli ç i paraprin edhe tingujve të tjerë bashkëtingëllor si x, ç, x. Rrokjet që mund të formoni me tingullin ç duke i bashkangjitur zanoret janë qa, qe, qi, qo, qu, qy. Mund të përdorni si prindër fjalë në fillim të fjalës me tingullin ç, për shembull çelës, çadër, çorape. Mund ta përdorësh edhe në mes të fjalës, për shembull fjala biçiklet. Edhe në fund të fjalës mund ta përdorni tek fjalët përshëndetse, paçim, paçim, paçim. Provo me fëmijën të bësh tingujt, rrokjet që futet edhe tingulli ç. Mund të bësh edhe fjali, fjalit janë shumë të bukura, sepse kanë edhe folje, edhe për shembull çela hapi çadrën. Pastaj në një fletore mund të kesh shumë fjali, edhe mundohu që fëmia të gjejë vetëm shkronjën ç. Tingulli ç është i qartë, është i shkurtër, është i bukur. Përdore ç-n sa më shumë. Faleminderit.